Thuaj lam të mirë myku në thonjë dhe kalluve në këmbë me këtë recetë. Shumë njerëz preken nga infeksionet fungale dhe kërpulla në thonjtë e këmbës. Infeksionet fungale të këmbëve shkaktojnë për një kohë të gjatë edhe probleme nëse nuk trajtohen si duhet dhe ato mund të rishfaqen. Ja disa mënyra alternative që ju ndihmojnë në trajtimin e infeksioneve fungale përmes recetave natyrale. Uthulla e mollës ka veti antifungale dhe është një nga përbërësit më të mirë natyral në trajtimin e kërpullave dhe infeksioneve të ndryshme. Bëni një pastë me 2 lugë miell orizi, 2 lugë uthull-molle. Vendoseni pastën në thonjë dhe fërkoni me një furçë të vogël, përsëriteni këtë metodë çdo ditë. Soda e bukës është një metodë e cila mund të funksionojë edhe për infeksionet fungale. Soda e bukës përveç se trajton kërpullat e thonjëve, parandalon rishfaqjen e tyre. Bëni një pastë me 2 lugë gjedhës së buke, 3 lugë ujë të ngrohtë. Vendoseni pastën e krijuar në thonjë dhe fërkoni me një furçë të vogël. Mund të fusni këmbët tuaja në ujë të tretur me sodë buke dhe kështu do të keni një lehtësim edhe për kallot.